Nëse ka histori që të ngulfat gjoksin, është kjo që po tregojmë sot. Një histori që të ngrin gjakun dhe të lë pa fjalë. Një histori dhimbjeje, pafajësie dhe një fotografie që tronditi gjithë botën. Imagjinoni një mëngjes të ftohtë prilli në një qytet që po shuhej nën hije, Bjelina e Bosnjës. Viti 1992. Rrugët janë të heshtura, derisa shfaqen ata, makineria më e frikshme paramilitare e Ballkanit, tigrat e Arkanit. Në dorë mbajnë armë, në sy kanë urrejtje dhe në listën e tyre të pashkruar njerëz të pafajshëm. Mes atyre rrugëve, mes atij qyteti që po zhytej në errësirë, ndodhej një djalosh shqiptar 23 vjeçar, një djalë që kishte ardhur nga llaskarca e Shkupit për një rrogë. Për një jetë më të mirë, për të ndërtuar të ardhmen me gruan e tij, vetëm 2 muaj pas martesës. Emri i tij ishte Hajrush Ziberi. Nuk ishte hero lufte, nuk ishte pjesë ndonjë ushtrie. Ishte thjesht një punëtor i ri, një njeri i zakonshëm, që ra në duar të një grupi të pashpirt, dhe ajo që ndodhi me të do të trondiste botën. Para se të hymë në rrëfimin e plot, ju lus që nëse e vlerësoni punën tonë dhe nëse e ndjeni këtë histori, pëlqejeni videon dhe abonohuni në kanalin ton Histori Epike, sepse ky kanal jeton nga përkushtimi juaj. Viti është 1992 dhe në Bjelinë të Bosnjë e Hercegovinës sapo ka filluar të lëviz një makineri e errët. Rrugët janë të ngrira nga frika. Por para syve të njerëzve shfaqen ata që bota do t'i njohë një nga njësitë paramilitare më brutale të luftrave të Ballkanit, tigrat e Arkanit. Ata nuk vinin për mbrojtje, as për end, vinin për spastrim, për terror dhe për vdekje. Dhe në atë qytet të vogël, të lodhur e të braktisur nga bota, ndodhej edhe një shqiptar i ri nga Shkupi, një djalosh vetëm 23 vjeçar me emrin Hajrush Ziberi. Hajrushi kishte ardhur në Bosnjë vetëm 2 muaj pasi ishte martuar, ishte i ri, i dashuruar, me ëndra të thjeshta, me një jetë të tërë përpara. Në fillim të janarit, së bashku me vëllain e tij të vogël Nadiun, kishin shkuar në Bjelinë me shpresën për një punë dhe një jetë më të mirë. Punëdhënësi ku ata punonin, një shqiptar tjetër nga Tetova, kishte një byrektore dhe një kafene. Nadiu punonte në byrektore, ndërsa Hajrushi prapa banakut të kafenes. Jetoni në një qytet ku ende nuk dukej se po afrohej stuhia, derisa një ditë gjithçka u shemb. Dhe pikërisht atë ditë, vëllai i tij i vogël shpëtoi vetëm nga një vendim i Hajrushit. Në mëngjes, para se qyteti të shndrohej në ferr, Hajrushi e largoi vëllain nga Bjelina, duke i dhënë para dhe një letër për familjen. Në atë letër shkruante se situata nuk ishte e mirë dhe se po e largonte Nadiun nga rreziku. Madje ishte planifikuar që të dilte edhe vet, por nuk e bëri. Kishte regjistruar një leje për makinën dhe duhej të kthehej të merrte dokumentet. Ato orë do t'i kushtonin jetën. Në të njëjtën ditë tragjike u kapën edhe 2 shqiptar të tjerë, miq të Hajrushit, Abdurrahimi dhe Bejtullahu. Më vonë trupat e tyre do të gjendeshin të vrarë në budrumin e shtëpisë Recep Shabanovićit. Ishin civil, punëtor, të pafajshëm, dhe asnjëri nuk do t'i mbjetonte asaj dite. Ndërkohë, tigrat kishin filluar të hyjnë për lagje dhe shtëpi. Në atë zonë punonte edhe çifti Abdurrahim dhe Hamjete Pajaziti, për të cilët punonte Hajrushi. Ajo që ndodhi me ta është një nga momentet më të dhimbshme të fotografuara ndonjëherë. Ushtarët i zunë, i nxorën në rrugë, dhe pas disa të shtënave, burri ra në tokë i plagosur për vdekje.
Hamjeta u përkull mbi trupin e tij duke u munduar t'i ndalte gjakderdhjen. Ajo ishte në gjysmë të britmës së fundit kur u qellua edhe ajo. Ishte një moment që fotografi amerikan Ron Haviv e kapi me aparatin e tij. Një fotografi ku shihet një paramilitar serb duke i goditur trupat e pajet me çizme. Një fotografi që sot shërben si dëshmi në proceset e krimeve të luftës. Dhe ndërsa paramilitarët lëviznin nëpër qytet, Ron Haviv u përball me një tjetër skenë që nuk do të harronte kurrë. Në një rrugic, ai pa një djalosh të ri të kapur nga tigrat. Ishte Hajrush Ziberi, ushtarët brohorisnin, kosovar, terrorist, duke e trajtuar sikur të ishte armik, kur në të vërtetë ai ishte thjesht një djalë i pafajshëm që punonte në një kafene. Hajrushi qëndroi me duart lart, i ngrirë nga frika, i mbytur nga tronditja. Dhe në atë moment, Haviv ngriti aparatin dhe fotografoi. Ajo fotografi e quajtur sot një nga imazhet më të fuqishme të luftës së Bosnjës e ka pikërisht qastin kur një njeri i pafajshëm përballet me vdekjen. Por ajo nuk ishte gjithçka që pa Haviv. Më vonë pra një shtëpie të marrë nga paramilitarët, ai dëgjoi një zhurmë të rëndë. Trupi i Hajrushit u pa duke fluturuar nga dritarja e katit të dytë dhe duke u përplasur në tokë. Pavarësisht rënjes, ai ende merrte frymë. Atëherë ushtarët u tallën me të, e lagën me ujë dhe thanë me ironi se tani është pagëzuar, duke përdorur fenë si tallje mizore, sikur po jepnin një ritual grotesk para vdekjes. Më pas e futën brenda në shtëpi. Ishte hera e fundit që u pa i gjallë. Pak minuta më vonë Haviv pa që ushtarët po lëviznin në drejtim të tij. Dikush kishte folur me Arkanin dhe i kishin treguar se ai kishte fotografuar torturimin e një shqiptari. Arkanin e kaploi zemërimi dhe ju afrua Havivit duke i kërkuar të gjitha filmat e aparatit. Haviv ja dorëzoi disa, por një film e fshehu dhe nuk ja dha. Pikërisht ai film, ai roll, mbajti të gjallë të vërtetën për Hajrush Ziberin. Pa atë film, bota nuk do ta dinte kur çfarë kishte ndodhur në Bjelin. Pas torturave, Hajrushi u vra. Më vonë u tha se ishte lyer me benzinë dhe i ishte vënë flaka. Trupi i tij u hodh në lumin Sava, ku mbeti i pa identifikuar për javë të tëra. Kur lajmi mbërriti në Laskarc, familja besoi se trupi i tij ishte gjetur. Një kamion mbërriti me një arkivol të mbyllur, njerëzit qanin, gruaja e re e Hajrushit, vetëm pak muaj e martuar, vajtonte pa u ndalur. Arkivoli qëndroi natën në shtëpi, ashtu siç e kërkon zakoni. Por të nesërmen kur e hapën për të siguruar në varrim, dhimbja u bë edhe më e rëndë. Trupi nuk ishte i Hajrushit, ishte një shqiptari tjetër nga rrethina e Tetovës. Familja u shemb sërish. Dhimbja nuk kishte fund. Më pas filloi pritje 13 vjeçare. Familja, gruaja, vëllai i vogël, të gjithë jetuan me një shpresë të brisht se ndoshta ishte gjallë. Derisa në vitin 2004, fal ATN-s, u identifikuan eshtrat e tij. Trupi i Hajrushit ishte gjetur shumë herët me 4 prill 1992 në lumin Sava, por askush nuk e dinte se kujt i përkiste. Vetëm pas 13 vjetësh familja e mori të vërtetën që e shkatërroi përfundimisht. Më 19 shtator 2004 në fshatin Laskarc, Hajrush Ziberi u varros me ndërimet që meritonte.
Një komunitet i tërë u mblodh për ta përcjell një djalosh që nuk ishte kthyer me shpresën e jetës, por me heshtjen e vdekjes. Ron Haviv e kujton ende sot. Në intervistat e tij thot se si ushtarët e Arkanit e kërcënuan, se si ai kërkoi Hairushin në spital të nesërmen, duke shpresuar se ndoshta kishte mbijetuar, por nuk e gjeti kurrë. Kujton se si paramilitarët bërtisnin Kosovar, si të ishte ndonjë armik i lindur, kur në fakt ishte vetëm një djalosh i pafajshëm. Ai kujton qiftin Pajaziti, kujton trupat e tyre të shtrirë në asfaltin e Bjelinës, kujton goditjet e çizmeve mbi trupat e tyre dhe tmerrin që e shoqëroi atë ditë. Sot, fotografia e Hairushit me duart lart mbetet simboli pafajësisë së një populli të tërë që u përball me vdekjen, dhunën dhe shpërfytyrimin. Ajo fotografi nuk është thjesht një imazh, por një aktakuzë morale që nuk fshihet kurrë. Histori si kjo nuk janë për tu harruar. Ato janë plagë të hapura që flasin, që kërkojnë drejtësi, që kërkojnë kujtesë. Ju ftoj të ndani mendimet tuaja në komente, të ndani dhimbjen, reflektimin dhe nderimin për Hairush Ziberin dhe të gjithë viktimat e pafajshme të atyre viteve të errëta. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.